Nga 24 lokacione ne kemi arrit me gjetë mbetje mërtore të personave që potencialisht mund të jenë nga lista personave të zhdukur. Deri më tani, pra gjatë minutit po flasim për zhvarrimet që gjetën 4 kufomave. Nëse kemi identifikim pozitiv përmes metodave shkencore të ADN-s, sigurisht që pastaj do të njoftojmë edhe familjarët. Brenda këtij viti kemi gërmu apo ulëmtu 24 lokacione në territorin e Republikës së Kosovës, pa përfshi territorin e Serbisë, që tashmë veç e dini që jemi në Kozhli atje. Nga 24 lokacione ne kemi arrit me gjetë mbetje mërtore të personave që potencialisht mund të jenë nga lista personave të zhdukur në 12 lokacione. Kjo nuk do të thotë që patjetër këta persona janë persona zhdukur. Këtë e thot patjetër vetëm kur vjen raporti i ADN-s, analizës së ADN-s që bëhet prej neve në Hag dhe pastaj vjen në Kosovë rezultati. Në këtë lokacion, kushtimi do të thotë detaje, editori do të thotë detaje tjera, deri më këtë moment kemi arrit me gjetë, pra po them nuk janë persona zhdukur patjetër. Kemi arrit me gjetë mbetje mërtore të 4 personave. Këtë lokacion ne jemi rikthyer. Kjo do të thotë që ky lokacion është trajtuar më parë. Trajtimi i parë ka ndodhur dikon në vitet ose muajt e parë, muajt e parë të pas luftës, dikon tetor 99. Dhe mbas këtyre të dhënave tjera të shqyrtuara, të siguruara përmes edhe arkivave ndërkombëtare, falë mbështetjes, siç e tha zoti Oti, edhe të partnerëve ndërkombëtar këtë rast, Komiteti Ndërkombëtar të Kryqëzit. Dhëna këto të shqyrtuara ose të analizuara në mënyrë të hollësishme, kemi konkluduar që ne do të rikthehemi këtë lokacion, me që qysh në tetor 99 po flasim për 8 trupa që janë gjetë, janë zhvarros, në identifikim që kanë ndodhur në atë kohë, dhe pastaj mbetet të paqartë edhe ose mbetet të me prioritet ose pjesa agjendës edhe përpjekja për gjetjen dhe zhvarrosin edhe të 7 kufomave, ose 7 trupave ose këtë rast 7 viktimave të luftës, disa prej të cilëve, siç e tha zoti Oti, potencialisht mund të jenë listën e personave të zhdukur. Deri më tani, pra gjatë minutit po flasim për zhvarrimet që gjetën 4 kufomave. Ne jemi këtu që nga dita e djeshme me një urdhëresë lëshuar nga gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti Special, tu bazuar në një kërkesë prokurisë për krimet luftës. Mbetjet mërtore do t'i dërgojmë në institut për mjekësi ligjore, ku do t'i nënshtrohen ekzaminime mjekoligjore dhe procesit të identifikimit. Sapo të përfundojnë gjitha këto procedura, nëse kemi identifikim pozitiv përmes metodave shkencore të ADN-s, sigurisht që pastaj do të njoftojmë edhe familjarët dhe në dakordim me ta do t'i dorëzojmë mbetjet mërtore për ceremonitë varrimit.